SPAK përfundon hetimet për grupin e trafikut të kokainës nga Amerika Latine në Shqipëri përmes lëkurëve të gjedhve. Prokuroria ka nisur komunikimin e akuzës për 10 anëtarët e grupit të trafikut ndërkombëtar të drogës: Gejs Gejsullai, Clyde Birçe, Aldi Zonja, Artion Çaushllari, Endi Sejdini, Ismail Abdurrahmani, Baki Huçi dhe 3 shtetas të huaj, 2 prej të cilëve venezuelian dhe 1 kolumbian, akuzohet për shitje dhe prodhim të lëndëve narkotike. Droga e cila niste nga Amerika Latine kamuflohej përmes lëkurës së gjedhve, e cila mbërrinte në Shqipëri dhe përpunoi në laboratorin e drogës në fshatin Qerek të Fushkrujës, ku edhe bëi shkrirje e kokainës nga lëkura e gjedhit. Për këtë proces ishin punësuar 1 kolumbian dhe 2 venezuelian. Grupi i trafikut të drogës dispononte edhe 2 ambiente mbështetëse në Tiranë dhe Durrës. Pasi droga përpunoi në Shqipëri, anëtarët e grupit kriminal e transportonin për shitje në vendet e Bashkimit Evropian. SPAK deklaron se sekuestroi 48 ton të tretu në 850 lëkurë të kriposura që ishin importuar në Shqipëri. Hetimi për trafikun e kokainës nisi pas një indicie mbi laboratorin e drogës në Frakull të Fierit, ku prambanesës të ish funksionarit vendor Viktor Çervanaku, ku u zbulua nga policia një sasi e madhe drogë llojet kokain për 485 kg, e fsheu në plera kimik. Prokuroria ndau çështje në fraksion dhe ra në gjurmët e një tjetër grupi kriminal, i cili transportonte kokain nga Amerika Latine drejt Shqipërisë përmes lëkurës së kafshëve.